Atëherë, tani do shpjegojmë komplet dashboardin e Funding Pips se si funksionon. Fillimisht kemi buy challenge këtu, të cilën e shpjeguam dhe më përpara, mund të blesh një account. Është opsioni ku mund të blesh një account. Share është nëse ti do ta shpërndash dashboardin tënd me njerëz të tjerë. Total allocation është kur tregon se sa kapital ke në pronësi ti tek ta. Unë kam $50,000, sepse do ble vetëm $50,000, tashmë nuk do merrem me $100,000, shkaku që ato janë më strikte se sa $50,000. Këtu është Funding Pips Score që nuk ja vlen të merremi me këtë. Tani, përsa i përket behavior bias, tregon nëse ti je më shumë një ari në termat e financës, do me thënë një njeri që vetëm shet, ose një dem, ose një njeri që vetëm ble. Dhe nga 824 tregti që unë kam vendosur totali në Funding Pips, 597 janë do me thënë tregti sell dhe 227 janë tregti buy. Pra tregon se çfarë bën ti më shumë, ti shet apo ble. Trading day performance. Kjo tregon se për çdo ditë javës ku ke humbur ose ke fituar më shumë. Do me thënë tregon një statistik për ditët e javës. Nëse e shikoni, këtu besoj përdorin edhe jo vetëm rezultatet nga funding stage, po edhe nga fazat. Nëse e shikoni këtu, unë të dielën që i bie ajo sa po hapet marketi, kam një bilanc pozitiv, më pas të anën kam shumë bilanc negativ, të martën pak më pak, dhe nëse e shikoni e mërkura me të enten tregon bilanc pozitiv dhe e premtja bilanc negativ. Pra, kjo ju tregon se për ju cilët kanë qenë ditët më të mira të tregtimit, pra ku keni dal fitim overall, pra në total. Dhe nëse shikoni, për mua është e mërkura dhe e entja. Këtu tregon se çfarë niveli jeni. Unë jam silver për momentin, nuk kam tregtuar më me Funding Pips. Totali $20,000 account, tregon tregjen më të madhe që ke bërë që është $7,000, dhe tregon sa tregje ke bërë që janë 16 tregje. Profitability tregon se çfarë win ratio ke ti me këtë profirm. Pra tregon për shembull nga 824 tregti të vendosura, 452 i kam fitim, 372 i kam humbje. Pra, në total që kur unë kam krijuar këtë account, 55% është win ratio që unë kam me Funding Pips. Dhe këtu average holding period tregon se mesatarisht sa e mban ti një tregti aktive, dhe këtu është 3 orë e gjysmë për mua. Këtu tregon 3 nga instrumentat më të tregtuar që ti ke, dhe unë kam fillimisht Euro Poundin, në të cilin kam 105 fitime dhe 59 humbje. Kam Euro CF që e tregtoj, kam 67 fitime dhe 63 humbje. Kam AUDUSD ku kam 53 fitime dhe 41 humbje. Po ashtu, session win rates tregon se në cilin nga sezonet ke një sukses më të madh. Dhe në sezonin e New Yorkut unë kam win ration 55%. Në London session unë kam 56.9%, dhe në Asia është 28.4%. Pra, siç e shikoni, unë më shumë sukses kam në London session. Tani,
Tabi këtu, si shtam, ky plusi këtu është për sa i përket nëse duam të blejmë një account, pra opsionin nëse duam të blejmë një account. Këtu aksesojmë të gjithë accountet që ne kemi dhe nëse e klikojmë, kemi këtu ja ku është accounti im student këtu për momentin. Dhe këtu na tregojnë të gjithë accountet që ne kemi, unë i kam arkivuar të tjerët që kam pasur më përpara, për t'ju treguar vetëm këtë që sapo kam bler tani para një dite. Dhe këtu shfaqen të gjithë accountet që ti ke. Nëse shikoni, këtu tregon account number, këtu tregon se çfarë accounti është $50,000, këtu tregon modelin, two step pro dhe student, që do me thënë jemi në fazën e parë. Këtu tregon balanca sa është, këtu tregon nëse jemi në profit ose humbje, e tregon dhe me përqindje, pra këtu, dhe këtu tregon këtë si punë zhive që duhet mbushur për të arritur 6% për të kaluar tek faza e dytë. Për sa i përket kësaj, këtu janë rewards. Unë nuk po e hap për arsye privatësie, por në momentin që e klikojmë këtu do na tregoj të gjithë treqet që ne kemi bërë nga Funding Pips. Pra të gjithë treqet që ne kemi bërë nga Funding Pips dhe janë do me thënë komplet me të detajuara informacionet, pra datën kur ti e ke bler, datën kur ti ke bërë treqen, sa ke bërë treqe, me çfarë ke trequr, e tjerë, certifikata, e tjerë. Unë s'po e hap për arsye, do me thënë, privatësie. Si që thash, këtu janë kompeticionet që bëhen çdo një muaj, dhe këtu më shumë për ata që i pëlqejnë kompeticionet, unë nuk merrem me këto, kështu që s'po e shpjegoj. Këtu janë leaderboard, tregon tregtarët më të mirë të momentit, që janë në top 20, top 25 e më të mirëve që kanë bërë më shumë profit. Për çdo account size tregon njerëzit më të mirë që po tregtojnë me account size. Për shembull, tek $100,000 janë këta i pari dhe tregon deri në të 50-in. Pra 50 më të mirët që po tregtojnë $100,000 account, 50 më të mirët që po tregtojnë $50,000 account, 50 më të mirët për $25,000 account, për 10,000 dhe për 5,000. Gjithashtu tregon për çdo lloj accounti, tregon kush ka bërë treqjen më të madhe nga ky account, që është këtu. Kush ka një account aktiv, do me thënë për specifikisht këtu për $5,000 account, dikush e ka aktiv për 732 ditë që i bie 2 vite. Këtu treqja më e madhe e vetme, do me thënë një tek treqje, kush e ka bërë, e tregon dhe këtu, dhe kush ka bërë më shumë treqje me një account 5K, e tregon këtu. Pra është si leaderboard për të treguar më të mirët. Unë s'jam këtu, po do jem së shpejti, tek 50,000. Gjithashtu, çfarë ka tjetër, ka certifikat, këtu ka certifikatat, që përsëri për arsye privatësie unë s'po jap, tregon certifikatat e treqjes që ti ke bërë më përpara, dhe për çdo treqje që bën, t'i japin një certifikat për ta treguar, do me thënë që ke bërë treqje. Në momentin që do avanconi dhe do bëni treqje, do e kuptoni çfarë po them. Kalendari, ku tregon lajmet e rëndësishme medium edhe low impact për t'ju shmangur lajmeve, sepse Funding Pips në shumë raste nuk të lejon të tregtosh në lajme. Për shembull, mund ta klikojmë kështu. Po, dhe këtu i tregon eventet. Ja, tregon që këtë nuk mund ta tregtosh. Restricted, këtë nuk mund ta tregtosh, këtë nuk mund të tregtosh. Do shpjegoj më vonë pjesën e rregullave të Funding Pips. Gjithashtu këtu është portali për affiliates,
që përsëri për arsye privacie nuk po e shpjegoj, po këtë e përdorin vetëm ata që janë si affiliate, pra e reklamojnë në rrjetet sociale për të bërë shitje dhe për të mbajtur komisione, kështu që nuk është se ju në punë ju që jeni tregtar. Tani, ajo çka është më e mira është që ne kur aksesojmë accountin që ne kemi, na jepet një informacion shumë i mirë për accountin që po tregtojmë nga account size, nga profiti ose humbja për momentin, kur e kemi nisur, siç e shikoni e kam nisur në datë 5 dhjetor. Këtu tregon balancën, këtu tregon equityn, këtu tregon një grafik se si ka shkuar, do me thënë balanca tregtimi juaj, siç e shikoni unë kam qenë equity ka shkuar në humbje dhe më pas pak fitim. Humbja, do me thënë fitimi mesatar $400, win ratio e tregon këtu, unë njërë kam tregtuar që kështu që s'po merrem për bazë këto, dhe humbja mesatare. Gjithashtu tregon dhe objektiva që ne duhet ti kalojmë që të shkojmë nga student, nga faza e parë në fazën e dytë. Këtë është maximum daily loss, që është $1.500, si që thash 3%, maximum loss që është $3.000 ose 6%, profit target që është $3.000 ose 6% që të kalojmë tek faza e dytë dhe minimum trading days ishte një që unë tregtova një ditë dhe thjesht u kalua. Këtë e kam plotësuar, do me thënë. Këtu është kalendari, që do me thënë për çdo ditë tregtimi që ti bën, këtu të tregohen, do me thënë, disa statistika, që do me thënë kam vendosur 2 tregti dhe kam dalë profit $129, pra tregohen të gjithë të kalendarin këtu. Specifikisht të tregon se si ke dalë ti në bazë javësh. Për shembull, javën e parë që ti ke tregtuar vetëm një ditë dhe ke dalë profit kaq. Pra ti jep disa informacione shtesë. Të tregon sa ke tregtuar, sa ditë, këtu është një ditë, sa tregti ke vendosur, 2, sa lot ke përdorur në total, 12.5. Humbja më e madhe, fitimi më i madh, humbja më e madhe. Këtu tregon një statistik për tregtit short tregtit sell që vendos, tregon edhe win ration. Këtu tregon profitability-n, pra si jeti me win ration. Unë kam humbur, do me thënë unë kam vendosur 2 tregti, një kam humbur, një kam fituar. Dhe këtu tregon përsëri win ration, po për tregtit buy. Këtu për sell, këtu në overall dhe këtu për buy. Këto s'po i tregon për shembull këtu tregon instrumentat që kemi tregtuar, e tjerë, po çka është më e bukura është që për çdo tregti kemi një trading history këtu poshtë dhe tregon kjo çift kemi tregtuar, si e kemi vendosur buy ose sell, në çfarë date e kemi hapur dhe në çfarë ore, në çfarë çmimi e kemi hapur, në çfarë date e kemi mbyllur, në çfarë ore e kemi mbyllur, në çfarë çmimi e kemi mbyllur, ku e kemi pasur stop loss-in, sa lot kemi tregtuar, sa ka qenë komisioni dhe sa ka qenë profiti ose humbja. Dhe për çdo tregti këta t'japin një certifikat tregtie që ti mund ta shpërndash ose mund ta kesh, ku tregohet, do me thënë, informacioni i tregtisë. Kemi pasur profit $426, ka qenë buy, ka qenë me kaq lot, ka qenë në këtë pair, është hapur në këtë çmim, në këtë datë dhe në këtë orë, dhe është mbyllur në këtë çmim, në këtë datë dhe në këtë orë. Po ashtu tregon dhe barkodin e kësaj, do me thënë, kësaj certifikate tregtie. Kjo ishte komplet shpjegimi i dashboardit të Funding Pips. Shpresoj shumë që ta keni kuptuar se si ta përdorni dhe çfarë të shikoni kur
kur të doni. Shihemi në videon e radhës.